Më shumë se 300.000 krerë në blegtori ka patur në qarkun e Korçës në vitin 2022, por në vitin 2026 numëron 70.000 krerë më pak. Vetëm në bashkinë e Maliqit brenda një viti ka më pak se 5.000. Kasëm Sardi dhe Ariola Lollari janë dy blegtorë në bashkinë e Maliqit. Sipas tyre, arsyet e uljes së numrit të krerëve të blegtorisë janë mbështetja e pakët në krahasim me vendet e rajonit. Çmimi i ulët i qumshtit, kosto e shtuar e marrjes së tokave me qeras si dhe kosto e shtuar e shërbimit veterinar. Në radhë parë është rënia me blegtorisës të mos grumbullimi i qumshtit, me çmime shumë të ultra. Subvencionimi është sipas çdo vend të Evropës jemi neve, ne jemi më të pakti që marrim më pak blegtorinë. Ku ata kanë 30 euro, ne kemi 15 euro. As 15 euro vetë këto na. Ande është 1800, tunë neve është 1100. Në 800 lekë pak. Unë aty do ma thënë vërtet, kam patur për para më shumë, jam ullur rreth 200 krerë, nuk e përballojmë dot me. Me 700 lekë që është ajo, nuk kemi ndonjë fitim edhe kush e di. Po qumshi. Po e mbështetja 12.000 lekë koka është, po nuk është ndonjë fitim i madh. Po me 12.000 çfarë për një dhë që marrun 12.000 lekë çfarë do ash? Vet kam marrë toka me qirat tëra. Kam 55 dy lym tokë, i kanë ulur të gjithë. Si njëri dhe tjetri blegtor, aktivitetin e tyre kanë familjar për shkak se barin kërkojnë paga të larta. Në këto kushte, blegtorët paralajmërojnë se do të prishin ferma dhe do t'i drejtohen emigracionit. Edhe unë ka mundësi mund t'i heq fare. Po të shikojmë, më mund të largohemi një të provoj. Po jashtë shtetit. Po pse, po. E vështirë është ngelëm dy veta këtu burra e grua dhe vim puna prap, një dëmtohet, një andekte. S'ka ndonjë. Rënjet më të mëdha të numrit të krerëve janë në bashkinë e Korçës, Maliqit dhe Kolonjës, bashki që në zonat malore kanë kryesisht drejtim blegtoral.